Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Pasha Allahun që shpirti i Muhamedit është në dorën e tij, po të kishit pa atë që kam pa unë, do të qesheshit pak dhe do të qanit shumë." Sahabët i thanë: "E çka ki pa ja Rasulullah?" Tha: "Kam pa xhenetin dhe kam pa xhehenemin." Pra, një hadith, një porosi. Njerëzit duhet shpesh të mendojnë për atë që vjen, për xhenetin dhe xhehenemin. Ky hadith neve na detyron që të jemi më të vëmendshëm, që të jemi më serioz në jetën tonë dhe të kujdesemi në veprimet tona dhe të punojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe mëshirën e Tij. Do thotë nëpërmes këtij hadithit ne e shtojmë seriozitetin tonë në veprat e mira, ne e kujtojmë veten dhe të tjerët për porositë e arta që na i ka dhënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ne e nxjerrim në shesh vlerën e madhe të kolozëve të Islamit që kanë punu ditën dhe natën për të grumbulluar këto hadithe që ne sot i kemi para nesh dhe të shfrytëzojmë ato për të orientuar veten në veprimet të cilat janë shkak për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe shpërblimet e Tij, për të qenë të dobishëm për vete, familjen, popullin dhe vendin ton, dhe për të udhëzonë pas diturisë e cila është vlera më e madhe që ekziston në këtë botë. Qofshim të këtij.